historinë e radhës, një histori që në fakt që në momentin kur kam mbritur në redaksin time më ka befasuar dhe më ka bërë që të mendoj deri ku mund të shkon njeriu. Në çfarë mund të bën njeriu për të ndjekur epshet e tij, për të ndjekur kënaqësitë e tij në fakt që sipas tij janë kënaqësi. Historia që do të rrëfej është një histori pak e pabesueshme, por që qëndron të jetë e vërtet. Në me thënë, një vajzë ka shkruar të meri në jetën e saj nga babai i cili dëshironte që ta përdhunonte, por nuk ka arritur dot ta përdhunon, një burr që ka maltretuar bashkëshorten e tij dhe pas vdekjes së tij, do të thënë pas ndrimit të jetës, gruaja, zonja në fjalë, është bërë shënjestër e thashë themeve, fjalëve të cilat janë folur lart edhe poshtë për të.